Çfarë po ndodh në Pogradec me qytetarët dhe bizneset pas shembjes së urës në Librazh? Atëre, pas shembjes që ka ndodhur në Librazh, sigurisht që kjo ka impaktuar të gjithë qarkun e Korçës, jo vetëm Pogradecin, por konkretisht Pogradecin, po ndjehen edhe problemet e para, ku ka pasur një rritje të shtuar sa i përket çmimeve dhe në pikpamjen ekonomike. Sigurisht që kjo po ndjehet tek qytetarët e Pogradecit. Ka pasur një rritje të çmimeve të biletave për transportin publik. 80% më rezulton mua mbi 80% të rezervimeve që ka pasur Pogradeci në hoteleri dhe në bar restorantet tashmë janë anulluar. Dhe ajo që është më shqetësuesja është për ata të cilët kanë probleme shëndetësore, pra probleme kronike, që duhet të shkojnë gati çdo ditë në Tiranë, kanë, po them, vështirësi sa i përket aksesit deri në Tiranë. Pra kanë edhe kosto, po edhe një lodhje dhe stërmundim në atë rrugë që tash dihet ku kalon. Pra ka pas probleme dhe ka një shqetësim dhe një stres tek qytetarët e Pogradecit. Si po zgjidhen rastet emergjente që mund të kenë banorët? Po, me rastet e emergjencës tashmë është hapur një shteg, mund ta quajmë, nuk mund ta quajmë rrugë, pasi është rruga Egnatia, për ironi që kanë zgjedhur që të kalojnë midis këtij shtegu, i cili zgjat gati një orë e pak në dijenin time. Dhe kështu, një pjesë kanë zgjedhur rrugë alternative duke hyrë në Maqedoninë e Veriut, duke dalë në Dibër të Madhe dhe pastaj drejt Tiranës. Për fat keq këtë situatë, unë me sa pa mend nuk kemi projektuar as në vitin 1997, kur praktikisht shteti kishte rënë dhe tashmë ndjehemi pa shtet, pa një qeveri e cila është funksionale dhe në shërbim të qytetarëve të Shqipërisë, por konkretisht të qarkut të Korçës. Dhe ne ndjehemi praktikisht të izoluar. Po bizneset aty sa janë ndikuar nga kjo situatë? E thash edhe në krye derës që bizneset, sepse Pogradeci ka një specifik që është qytet turistik dhe kryesisht mbahet me turizmin. Dhe kjo thash 80% të rezervimeve tashmë janë anulluar. Dhe unë e shikoj dhe vërej sot për shembull nga e premtja deri në të diel këtu ka frekuentim dhe janë të anulluara. Dhe sigurisht që kjo nëse do të zjas akoma më shumë kjo situatë, do të çojë biznesin drejt, po them, falimentit, ose do ta vendosë në vështirësi shumë të mëdha. Aq më tepër që ne jemi duke u përgatitur për një sezon turistik dhe kjo sjell një stres, por edhe ndikon nga ana psikologjike për ata të cilët duan të pronotojnë dhe të vizitojnë Pogradecin, Korçën, Ersekën, pra të gjitha këto destinacione turistike. Do të kemi, mendoj që jemi në prag të një sezoni të dështuar. Qeveria tha se ura dhe rruga u shembën për shkak të rreshjeve të shiut. Çfarë ka ndodhur në të vërtetë? Po nga do që kemi ndjekur nga gjitha raportimet dhe lajmet, por edhe specialistët e fushës, po flas specialistë ata cilët janë të pavarur dhe të pandikuar nga qeveria, konstatojmë që shkaku i rrëzimit të urës edhe i gjithë atij shpatit malor është pikërisht abuzimi që ka ndodhur me lumin shkumbim. Pasi ka pasur një shfrytëzim pa mazë, domethënë pa kriterë, shfrytëzuar pa kriterë, gjë e cila ka bërë dhe ka nxitur që të ketë një shkarje. Aq më tepër duke kombinuar shfrytëzimin e lumit nga njëra anë dhe punimin nga ana tjetër për korridorin e 8, gjë e cila ka trysnuar rrugën dhe ka bërë rrëzimin dhe shkarjen e saj. Pra të gjithë specialistët, inxhinierët, gjeologët, të cilët janë të pavarur, dalin në këtë përfundim. Dhe ka qenë, dhe e them, jo vetëm rruga e Librazhit, por të gjitha tashmë akset që ka pas probleme nxjerrën në pa abuzimin dhe pa përgjegjësimin e pushtetit vendor, në pushtetit qendror, pra qeverisë shqiptare, dhe kemi
abuzimet pa masa dhe kemi këto lloj situata që ne si qytetar gjendemi të papërgatitur dhe të pambrojtur realisht. A e prisnit ju një situatë të tillë? Sigurisht që jo, pra thash kemi qenë papërgatitur për këto lloj situatash, kemi menduar shumë të këqija që mund të ndodhin këtij vendi, por që të bllokohet një aks kaq jetik për qarkun e Korçës. Asnjëherë nuk më kishte shkuar në përmend, sepse ne nuk është se kemi rrugë alternative, po them të jenë të aksesueshme apo të jenë rrugë të cilat edhe pse mund të kenë pak vështirësi, po kanë minutazh të vogël tashmë për Tiranë. Pogradeci duhet për të erdhur nga Tirana në Pogradec, apo e kundërta, të mendosh që të hysh në një shtet tjetër, pra në Maqedoninë e Veriut, dhe të shkosh drejt Tiranës, kjo është absurde.